Aksident me vdekje në Lezhë. Një aksident me pasojë vdekje është regjistruar në Lezhë në vendin e quajtur si kryqëzimi i Rilës. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:30 ku shtetasi me inicialet IM 46 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, ka përplasur një këmbësor ende të pa identifikuar i cili përpasoi ka humbur jetën. Drejtuesi i automjetit është arrestuar, ndërkohë sipas policisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Materialet procedurale u referuan prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.